zyrtar të lartë është evazive, të jenë të mençur zot të aftë, kjo tani si do përcaktohet që të jetë i mençur, i aftë, i zot njeri. Po dëgjoj një minutë. Aty kanë futur dhe gjëra të pa mund, do të thosha unë, se nuk mund të thuash general kolonel Hajro Limaj me që ka qenë atashe ushtarake dhe nuk duhet marrë pjesë në drejtimin e vendit. Se nuk do të, se këtu pikrisht është po shkohet drejt asaj tendencës që të thonë që qeverinë të Shqipërinë do ta drejtojnë të rinj. Jo zotëri, nuk drejtohet Shqipëria vetëm me të rinj. Sepse dikur do ta them këtë shkurtimisht me 5 fjalë, një mbret dha urdhër që të vriteshin pleqt. Dhe mlodhi gjithë rinin, u dha urdhër, tha, i keni vrarë pleqt, po dua, tha, deri nesër në këtë kohë të më sillni një litar për i lëre. Një djalë që kishte fshehur teatrin vete në shtëpi, i thot babait kështu, i thot ka dhënë mbreti. Shkon nesër mëngjes thuaj mbretit, i thot më jep pak mosër, kaq mosër nga dora jote dhe tjetër do ta bëj unë. Kur vajti ai djalit e mbretit, mbreti i thot nxjerr babain që në birqeni, tha. Pra e thash këtë që këta të rinj sado që të dinë edhe të jenë të mësuar të shkolluar me këto, ja, eksperienca gjithmonë është e nevojshme. Patjetër edhe që nuk kemi pak të shkolluar akademik edhe profesore, i kemi në atë tëra. Ore, ne kemi kuadro që kanë studiuar jashtë sa s'ka bërë Shqipëria gjatë gjithë historisë së saj. Pra kanë gabim atë eksperiencë. Patjetër, nga ata që kanë punuar në atë sistem zotëri, nuk kanë qenë të gjithë spiun, se flasëm që kanë punuar, do përjashtojmë strukturat e Ministrisë Brendshme, pa diskutim do t'i përjashtojmë, të komiteteve të partisë, të rajoneve, të rretheve, patjetër që do t'i përjashtojmë. Komiteti Qendror dhe Biro Politike më thash këto, do koshplerave, të gjithë ata, kanë mbaruar ajo punë. Nuk e ham më 90-ën që i shpëtuan dhe i dërguan në Amerikë dhe atje bëjnë pallariu ata dhe Shqipëria, po mbytet i gjak ka 36 vjet. Jo zotëri, ata nuk do jenë më. Dhe asnjë nga deputetët që kanë qenë deputet 1840 deputet që kanë qenë në Shqipëri gjatë këtyre viteve, asnjë nuk do marr pjesë. Po çfarë do bëjmë? Tani tek kjo mund quhet avokat qeveria e protestës. Qeveria e dal nga populli. Po, kjo duhet votohet tani diku. Ndoshta në parlament, prapë do shkojmë tek Rama dhe te Berisha. Jo, nuk çfarë the? Rama dhe Berisha do të dalin nga parlamenti si i thëmi qeni del jashtë, asnjëri nga ata nuk do vijë aty. Asnjëri nga ata nuk ka më pushtet. Ore do shkarkohen ata, automatikisht do shkarkohen. Prandaj do ta marr pushtetin ndonjë qeveri provizore dal këtej nga nëse ndodh kjo që ju thoni që nuk ka nevojë për votimin e atyre etj. Tani puna është këtu, kjo qeveri do të jetë gjithmonë në presion, shoqëria më the tash, të protestave, sepse në moment që nuk pëlqen diçka nga qeveria, është protesta, është ku vendi dal nga protesta ai që do bëj presion. Pra, do jetë, si mund ta themi, vendi do jetë gjatë gjithë kohës në presionin e protestave. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Protestat me ngritjen e një qeverie provizore automatikisht ndërpriten dhe qeveria provizore përgatit vendin, përgatit kushtetutën e re, kodin e ri zgjedhor, këtu më qëndron. Qeverinë provizore, te kushtetuta. Dhe në fund fare do të ndërtojnë kushtetutën e dal pas janë 9 muajsh që do funksionojë kjo qeveri, atë do krijohet kushtetuta demokratike dhe pas një ndikim serbo-grek, sepse ju e dini, nuk e dini nëse e dini ju personalisht apo jo, por kushtetutën shqiptare e kanë hartuar këta persona. Ish komandanti tokës përshkatimi të Elver Hoxhës 46-47, Sabri Godo. Ish kryepiskopi grek i Tiranës dhe ish konstitucionalisti grek në Bruxelles. Pra, s'është kushtetutë shqiptare, zotëri. Dhe kjo kushtetutë do përfundojnë në koshin e plerave. Ne kemi shembull ku të marrim, mund të marrim një të kopjojmë ose si thua të implementojmë nene të kushtetutës amerikane të përshtatur për kushtet e vendit tonë për Shqipërinë. Dhe në fund fare kjo qeveri
jo qeveri, mas një viti që ka ngritur strukturat e nevojshme për të drejtuar shtetin dhe për të drejtuar politikën dhe ekonominë, atëherë do shpall zgjedhjet parlamentare dhe si ta shikojmë pastaj, do mbajmë qeveri republikë presidenciale apo republikë parlamentare. Aty nuk e apo. Tani ke vajtur në shtek Rama, se Rama thotë to ditët e fundit më kanë thënë të bëhem bret. Rama do qërohet dhe do iki si qenë me bishnëshala neja. Që ta di Rama, të mos provokoj më, sepse bolla kanë duruar shqiptarë, kanë një muaj që po e durojnë. Kanë një muaj që kanë dalë borxhit, zotëri, kanë një muaj që kanë dalë borxhit. Dhe po i thoni qërohu. Avokata i thotë që unë ju kam ftuar, hajde një flasim, po si ka vajtur njëri. Kush është ai, kush është ai? Po kush e menderos atë që të ftoi ai, kush është ai? Kush i përmjerë në der atija? Për mos në tutje, se s'ma lejon edukata. Kush është ai mo? Ai ka mbaruar, nuk është më kryeministër, më keni qartë apo se keni njërë? S'është më kryeministër. Po nëse shkojnë zgjedhje dhe fitojnë prap këta të dy, po të bëhen bashkë. Cila zgjedhje? Kush e bë zgjedhjet? Po. Bë zgjedhje kry? Po këta njerëzit nuk i ndryshojmë dot, ligjet mund i ndryshojmë, po jo njerëzit. Jo, njerëzit i përjashtojmë nga armitje e komit i përjashtojmë, po patjetër që i përjashtojmë. Bile dhe i qojnë burg, bile dhe i futim tek mos dalin më. Patjetër se janë tradhtar. Pak ditë më parë, një nga bisedat që ne zhvilluam bashkë, unë tha që do bëj një kërkesë që këto dy partitë më dha edhe të tjera të dalin fare nga ligji, të nxirren nga ligji. Po do dalin nga ligji ato. Po, ata pak më parë që nuk do bëj pjesë asnjë nga 1840 deputetët që kanë qenë deri më sot 36 vjet. Po del një tjetër me flamurin e PS-s, me Grushtin edhe të PD-s. Të vej pas Salihut, të marrë dhe Salihun edhe të vend pas Salihut. Po atje nuk i pranon më njeri, se atje është vullneti i popullit. Dhe populli është prehu dhe tha Rama në burg, Salihu në burg. Ka të vend PD-ja. Apo do dalë ai një charlatan që kishte thënë të mos bjerë Edi Rama na pushtetin kishte sot e pas atje një nga këta deputet të partisë të partikës demokratike të spionëve të sigurimit shtetit. Jo, zotëri, jo. Për Edmond Spaun, që nuk është me deputet, por në momentin që nuk është me pjesë pra e kuvendit me Partinë Demokratike, është shfaqur me qëndrimet e tij që një pjesë si thonë si kritike ndaj Partisë Demokratike. Edhe ai vetë ka kritikuar brenda saj. Po çfarë ai është një bataksi, një spion, një langaraq që s'ka pikën e autoritetit dhe të personalitetit. Se këta as me veten e tyre nuk janë besnik. Se njeriu kur jep besën dikujt i thotë po zotëri jam me partinë tënde, do të rri besnik partisë. Ose do dalë që në fillim kur partia është në pushtet, atëherë ti dalë dhe ti thotë këtu jemi dakord. Po jo kështu, tani që u mbyt ajo varka e Sali Beristit e dela e thot del kundra, një langaraq burr, e thot mos e ke Edi Rama thot. Në fakt ajo kanë ngjatur shumë debate sot, nuk kanë munguar dhe komentet në rrjetet sociale për të. Ka qenë një nga lajmet që është xhiruar më shumë